Shkodroni është duke mësuar përsëri shqipen, kështu që në këtë video do t'ju tregoj fjalët e para që kam mësuar deri tani shqip. Më duhet të mësoj përsëri se unë jam rrit në Itali, unë jam italiane në fakt, po tani jetoj në Tiranë. Prindërit mi kanë folë gjithmonë shkodranqen me mua. Po tani që jam t'i pas klientët e parë këtu në Tiranë me shërbimin që bëjnë për marrëdhënie sociale, më duhet të flas shqipen perfekte se herë më thonë se nuk e kuptojnë. Në Shkodër ku jam rritur, thoni tesh. Këtu thonë tani. Një fjalë tjetër që më ka çmend krejt është kanë kur njerëzit më thashin a ke arrit akoma. Qa kjo fjalë mistike? Se kam dëgju kur. Se te unë thonë a kim rrit ala? Dhe fjala që do të marrojmë video me ta është ku ki ngelur. Ju betam se këtë fjalë kam kërku në Google, se kam ditë që të me thanë. Se ti ku jam rritur, thonë ku ki met, ku ki nej, ngelur. Bani me ditë në gjëse deni me pa pjesën 2, se për mu është shumë funny. S'di si thatë simpatik, divertente, funny.